Përshëndetje të mirë dhe mi, kudo që jeni, ju uro në netarua një 15 ditë të mbarë, një 15 ditë plot surpriza, por këtu kam dy grupe në netarua, dy grupe që ndahen nga qiriu portokalli dhe nga qiriu i bardhë. Ju shpirtrat e bukur, uroj që të zgjidhni me anën e intuitës tuaj, sepse leximi është intuitiv, është tarot për 15 ditët e ardhshme, dhe është një mesazh kolektiv, domethënë nuk është personal. Ju do të dëgjoni tani atë që ajo është për ty dhe ajo që ti mendon në këtë moment. Okay? Le të fillojmë dhe të kemi një rrugë të mbarë për 15 ditët e ardhshme. Uroj që ju të gjithë të keni mundësi të reja dhe të keni përparime, të keni lajme, telefonata pozitive dhe gjithashtu uroj që të gjithë ju, kudo që jeni, të jeni sa më pozitiv me veten. Uroj ju grupi 1 tani, mbyllini pak syt, mendoni pak pozitivisht, çfarë kërkon ti këto 15 ditët e ardhshme që të vinë. Vazhdojmë. Kemi grupi 1, kemi 3 shkopinj më tregojnë që ka nisma të reja ditën këto 15 ditët e ardhshme për ty. Shikoj që këtë moment disa nga ju kërkojnë të nisin një rrugtim të ri në jetën e tyre, një ndryshim. Dhe 3 shkopinj të flet për një fazë të re që ti e duke u nisur këtë moment. Shikoj që i shkëputur nga bota, shikoj që ti këtë moment nuk mendon më çfarë ke lënë mbrapa, kërkon të përparosh në marrëdhënien tënde, në lidhjen tënde, në punën tënde, dhe kjo është një ide që ti e ke në mendjen tënde, dhe kjo 15 ditë ta jep këtë që të bësh një plan afatgjatë për veten tënde. Çdo gjë tani e tutje do marr formë. Me sa shikoj unë ke mbushur ato bagazhet e tua, ato kutijat e tua, dhe thuaj që unë nuk të rikthehem më në të shkuarën, dhe je duke bashkëpunuar me një energji shumë pozitive, sepse ti je përpjekur shumë për të shkuarën tënde, dhe shumica për jush të grupit 1 e ndjeni sikur më në fund diçka e bukur po ecën, diçka e bukur sikur po largohen pengesat, sikur largohet në akujt në jetën tënde. Kjo është një periudhë mundësive ky 15 ditë dhe shikoj që diçka ke mbjell në të shkuarën tënde, po të shikosh është një pemë këtu. Dhe kjo pema ka filluar ka çelur pak dhe kjo tregon që ti ke mbjell herët diçka dhe kjo ka filluar të jap ato gjethet e para të jetës, por dhe frytet do ketë së shpejti. Dikush mund të marrë një lajm shumë të mirë, mund të jetë nga ana e projekteve, një nismë apo një rritje rroge në ditët në vazhdim në 15 ditën që vjen. The Tower tregon një ndryshim që ty çliron shpirtin, disa probleme që ke pasur në të shkuarën tënde. Është një energji shumë e fortë transformuese këtë moment, diçka e papritur ka ndodhur ose mund të ndodhi në jetën tënde, por kjo të bën për të pastruar shpirtin ti, për të ndryshuar ti si person, sepse ose ka qenë ose do jetë diçka e rëndë brenda vetes tënde, sepse është një barë e madhe që duhet të bjerë nga shpatullat e tua. Disa njerëz jetojnë me një iluzion që ky person a do vinë në jetë, a do rikthehet, por ky është një iluzion që sapo vjen e po shkatërrohet, nuk duron më. Një person që është në një situatë që e ke mbajtur prej kohë të gjatë, por kjo situatë po largohet, sepse nuk të shërben më, ikën, po largohet nga jeta jote. Me sa e shikoj këtu, shikoj që një person që nuk të shërben më, ti tani shikon dritën nga të gjitha anët dhe kërkon të hedhësh themele të forta. Po ta shikojmë këtu, shikojmë luftrat që bën ti me veten tënde, okay? Disa gjëra i ke në hije akoma, nuk i ke të qarta, por së shpejti do vendosësh dhe do të pasqyrohet çdo gjë. Një vërtet do dalë në dritë dhe ky qartësim, ky mendim do të japë ty të shikosh më shumë. Uroj që ti të hapësh sy mos u mbasësh më shumë kohë, sepse kjo nuk të bën mirë. Dhe kjo energji nuk është 100% për të friksuar këtë moment, por është një çlirim i madh në jetën tënde që bën një lëvizje që ti e ke stërgjatur për një kohë të gjatë. Gjithsesi, disa prej jush thonë që unë sikur jam çliruar këtë 15 ditë dhe sikur mu hap krahërori dhe po marr frymëlirisht. Universi po të heq një peshë shumë të madhe dhe është një pjesë që është e ardhmes tënde. Vem tek 10 e kupave. 10 e kupave tregon diçka të bukur, diçka që
mund të sjell liri, sjell ditët e ardhshme të sjell dritë, sjell, domethënë 15 ditën e ardhshëm të sjell kjo letër 15 kupat sjell diçka që ka lidhje me dashurinë, harmoninë, me familjen, me përqafime, me disa nga ju sepse kjo letër ndjell atë mbështjelljen e dashurisë sinqert. Dhe po ta shikojmë këtu, shikojmë që ka diçka të bukur në të ardhmen tënde sepse po lulëzon si letër, domethënë nga The Tower ne kaluam këtu te kjo pjesa e lumturisë, domethënë ti i qartësove gjithë këto gjëra dhe disa nga ju mund të sjellin edhe pajtime me këtë letër. Diçka që të gëzon zemrën, është një ndjenjë lumturie që e ke kërkuar gjithmonë. Por shumë prej jush ndjejnë sikur më në fund po marr frym, më në fund gjithçka keni parasysh kur nxjerrim të gjitha ato gjëra në dollapi edhe themi tani çdo gjë është në vend të vet. Gjithçka po vet aty ku duhet. Do me thënë që është një bekim për disa nga ju. Dhe vem tek letra tjetër, gjithsesi kjo më pëlqeu, të them të vërtetën, kjo më pëlqeu. Kemi burin kokë poshtë. Disa nga ju janë duke përjetuar disa në lidhje me karmën, me personin që keni pasur në jetën tuaj. Ky person më tregon që është duke reflektuar këtë moment dhe ky person është duke bërë dhe durim në një farë mënyre, diçka i ka ndodhur dhe pas një ndryshimi shumë të madh që i kishte The Tower grupi 1, ka ardhur ajo syri i ri i gjërave, qartësia shpirtërore, keni filluar të kuptoni më shumë gjëra rreth jetës tuaj, diçka po merret me zemër këto kohë dhe është diçka shumë e rëndësishme me sa shikoj sepse infiniti, po ta shikoni ai është duke bërë një lëvizje dhe kjo është një periudhë që të gjithë ju duhet të rriteni brenda vetes. Tani ka ardhur momenti dhe ky e di se çfarë thot. Unë thot dua që të më kuptojnë njerëzit. Unë dua thot që në jetën time të di të kem në krah thot dhe të di ku të shkoj dhe ku të investoj energjinë time. Sepse disa nga ju mendojnë që ky është një person që nuk më do, nuk më respekton, por ja që ky ka marrë një vendim të rëndësishëm pas një cikli shumë të madh ngjarjesh, pas The Tower që keni pasur të dy së bashku në jetën tuaj dhe ajo që ne interpretuam pak më parë tani tregon një ndryshim, por me sa shikoj ky ka vendosur se çfarë do të bëjë në jetën tuaj. Dhe letra e fundit është 5 monedha. 5 monedha të shikoj shumë të ftohtë këtë moment. Sikur je duke u testuar këtë 15 ditë dhe ditën e sotme që ti po e dëgjon, nga sot dhe 5 ditët e ardhshme të shikoj që do ndjesh një cikël ndryshe, do ndjesh sikur po bën një shpenzim, këto shpenzim e bëre të pa planifikuar, sikur nga që janë edhe këto uljet e çmimeve tani dhe do blesh diçka që nuk e kishe planifikuar, nuk e kishe menduar. Dhe në Nataro e bëri ditën e sotme një diçka në lidhje me punën, por është një mungesë, në fakt ti në fakt këtë moment ndjesh sikur ke një mungesë energjie, mungesë ankthi. Është një shqetësim rreth situatës ekonomisë, është një shqetësim që ose dokumentave ose një stres që të mban në vend. Gjithsesi ky 15 ditë nuk është periudhë shumë e keqe, po është vetëm një re e vogël që është duke kaluar në jetën tënde dhe kjo letër të tregon që gjendja është e përkohshme, nuk do zgjasë shumë, sepse monedha është si punë e rrotës së fatit që lëviz dhe situata kthehet në pozitivitet. Nuk duhet të mërzitesh sepse kjo energji të shtyn të ecësh përpara, pavarësisht se këtë moment ti ndjen një qartësi brenda vetes, por dhe je e vendosur me sa shikoj. Gjithsesi, unë do t'u jap një mesazh. Një mesazh për 15 ditët e ardhshme. Universi po të pastron nga e vjetra dhe për të sjell gëzim, qetësi dhe stabilitet, ti po të çliron të gjitha gjërat dhe domethënë energjitë negative dhe po rritesh dhe po hyn në një periudhë shumë të bukur. Pra, versionin që ju këtë moment duhet ta shikoni është një ndryshim që do të japë ty të rritesh si njeri, si person, si femra, po mashkull qofsh. Vem tek grupi 2. Vazhdoj me grupin 2, me grupin e bukur, me shpirt të bukur më sakt, të shikojmë leximin. Unë nuk i kam parë letrat, thjesht sa i kam punuar, që u dhash çik energjinë e mëngjesit, sepse nëna u flet gjithmonë letrave kur vjen në tavolina, u flet sikur i ka fëmijë.
Grupi 2, ky është një mesazh i joti, është një mesazh i universit, dhe ti nuk e ke parë kot këtë live-in në Nataros. Universi të sjell që këto letra të flasin për një periudhë shumë të rëndësishme të jetës tënde, një kapitull të ri, të pastër, të fortë dhe sa më shumë ta transformosh të. Pra, hapim me qetësi kur i thonë në Nataro letrat dhe shikojmë se çfarë do na sjell grupi 2. Vazhdojmë. Letër shumë pozitive. Grupi 2, 10 monedhat. Shikoj që ke filluar një rrugë të re. Kjo letër sjell anën materiale aktualisht, po sjell një stabilitet, begati dhe një transformim shpirtëror, sikur begatohesh. Disa nga ju janë duke diskutuar këtë 15 ditë për trashëgimnin. Kjo letër sjell energji shumë të bukur që mund ta marrësh në aspektin material apo familjar. Me sa shikoj 10 monedhat na thonë që po hyn një periudhë shumë e bukur stabiliteti në ana ekonomike. Shikoj që financat e tua po rriten, po rregullohen, shtëpia, familja, baza jote po forcohet, sikur po hedh baza të reja në jetën tënde dhe është një rrugë e re që po të hapet drejt së ardhmes, me se shikoj këtu ke marrë një mundësi të madhe pune ose do e marrësh, dhe kjo të ndihmon jashtëmase këto kohët e fundit. Dhe ke mbështetjen e familjarëve të tu, të personave të tu, je i mbrojtur në ato dy anët sepse ke pemë që nuk lejojnë njerëzit të hyjnë në jetën tënde. Dhe kjo është një letër bekimi, po ta shikosh sepse 10 e monedhës vjen dhe me ngjyrën e lekut, vjen me ngjyrën e rrugës që është jeshile në të artë, pak a shumë elektrizuar me kërpudha të kuqe. Dhe kjo është gjithë shumë e bukur dhe kjo është një letër që më tregon ke bekime ditët në vazhdim. Pra, tani është koha jote të marrësh atë që të takon, domethënë dhe çdo gjë që ti ke menduar, çdo gjë që ti ke duruar, ka ardhur momenti të vijë në jetën tënde sepse është shumë e bukur. Në shumë raste, kjo letër na tregon që është një shtëpi e re, blerje, zgjedhje të problemeve dhe 15 ditë që për ty. Grupi numër 2 është që do hyjë në lek nga 2 drejtime, domethënë në jetën tënde. Ose mund të jetë një projekt i madh, ose diçka në jetën tënde sjell fitime të mëdha, mund të jetë biznesi, mund të jetë puna, rritje rroge, diçka e tillë. Vem te letra e dytë. Opa, na, ku vete ti? Këtu do flasim bashkë, s'ke ku të vesh ti. I keme vrap. Grupi 2, që janë këto gjëra që bëni? Qartësojni gjërat. Ja mikni mua me vrap këtu, më bini, s'kini forcë. Forcën ja, letra e forcës është. Vem të letra e forcës. Me sa shikoj këtë moment, jetë duke kërkuar këtë 15 ditë qetësi, dinjitet, kontroll emocional. Me sa shoh këtu, disa nga ju kanë një frikë të brendshme. Disa nga ju më tregon agresivitet. Dhe këto ditë në fakt, ju grupi 2, me sa e shikoj, e ndjej që keni pasur shumë lodhje. E ndjeni prap këtë lodhjen, por këtu më tregon që tani ti duhet ta largosh atë që nuk është për ty, të shërosh veten tënde se kjo letër është shumë e fortë, nga çmendon është letra e forcës, dhe më tregon që duhet të shërosh gjërat e vjetra, po i mban emocionet në kontroll këtë moment, por duhet të veprosh me mençuri. Domethënë, dhe ditën që je, edhe natën që je, po ta shikosh, je duke kontrolluar dhe në rrjetet sociale online diçka. Dhe sikur po e mposht atë frikën, sikur po e siguron veten tënde këtë moment, sepse kjo letër është një energji mbretërore që ti këtë moment e vendos veten lart mbi të gjithë. Kjo është një letër që je një njerëz që nuk të thyen lehtë askush, kupton, pavarësisht sfidës që ti ke kaluar, sepse letra e forcës këtë tregon që ti ke dalë fort nga një sfidë dhe ky 15 ditë këtë tregon që sido që të vijë ditët në vazhdim ti nuk duhet të thyhesh, se është dikush që ta sheh këtë forcë, ta shikon këtë forcë dhe ndihet i vogël domethënë mbrapa teje. Prandaj ti duhet të bësh kujdes sepse ai person mund të sjellë një sfidë përsëri, mund të jetë bashkëshorti, një shoqe në punë, fëmijët e tu, diçka, fëmijët jo, tani fëmia nuk do të vënë në lojë ty, nuk e besoj, por gjithsesi ti nuk ke për të ndryshuar, ti ke për të qenë kolona e vetes tënde sepse je duke u rritur çdo ditë, je duke u rritur shpirtërisht.
Me sa të shikoj këtu, shikoj që ke një fuqi shumë të madhe. Energjia që ti ke në jetën tënde, ke dhe dashin këtu, po të shikosh ke ariun, ke dhelprën, ke macen, ke ujkun, ke ketrin, ke parasysh të gjitha këto energjitë e kafshëve, ke dhe këtë si dem këtu lart. Ato lopët e egra që ke dhe bufin që fillon ndjek online ti, kush e di natën çfarë bën, ti mendon gjëra shumë të mëdha. Gjithsesi, vazhdojmë me 8 kupat. 8 kupat më tregojnë që ti je duke larguar drejt së ardhmes. Shikoj që kjo hëna e plot që kaloi, të ka bërë të mendosh më shumë për të ardhmen tënde. Urime për këtë gjë, sepse je duke shëruar një kapitull që të ka lënduar jashtë mase. Largime nga e vjetra, pavarësisht se ti lë gjurmë më pas, 8 kupat më tregojnë që ti ke një fuqi emocionale, sepse kishe edhe letrën e forcës përpara, dhe kjo të bën që të largohesh nga dikush që s'të meriton më. Disa nga ju janë duke u mbyllur kapitujt. Ky person të ka lodhur 8 muaj në vazhdim, 8 muaj të shkuar të ka lodhur jashtë mase, dhe e ndjej shumë të fortë, sepse ke pasur shumë probleme me këtë njeri, ti e ke qëndruar shumë pranë, të ka lodhur, dhe ti ke filluar të thuash boll më nuk mundem, dhe këto janë më shumë shenjat e ujit, mund të jetë gaforia, akrepi, peshku, por unë ndjej shumë te gaforia këtë moment, se po më jep dhe një lodhje në gjoks. Do të thënë që gaforia dikujt, o ju që keni ascendentin hënën diellin në gafore, por dhe shenjat e ujit, shikoj që këtu ka diçka që të lodh këto kohët e fundit, dhe kjo nuk është gjë e mirë për ty, sepse ti ke qenë një marrëdhënie toksike. Ai person të ka thithur gjithë energjitë, ai person të ka shkëputur komplet atë botën që ke pas më përpara, por gjithsesi këtu shikoj që ti këtë moment je shkëputur dhe je krenare këtë moment. Thuaj që unë mora një vendim këtë moment dhe unë e bëj për veten time, nuk e bëj për të tjerët. Dhe kjo është një shërim emocional. Kjo është të mos kthehesh më pas. Pra, ti nuk kthehesh më pas tek ai person, disa nga ju do t'i bëjnë blok, ose i kanë bërë blok. Këti person e bëni ju që e dëgjoni këtë grupin numër 2, dhe në këto ditë ose javë që mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që lidhet me zemrën, me miqësitë, me marrëdhëniet, por për një person që të ka mbajtur peng 8 muaj, ti thuaj që unë këtë person po e largoj nga jeta. Ky person nuk është më pjesë e jetës time, dhe largohesh me dinjitet, me vetë vlerësim, sepse nuk është humbje. Kjo është një fitore për ty, dhe kjo është një fitore shpirtërore. Është shumë gjë e madhe për ty. Unë uroj që ti të ma kuptosh këtë fjalë që po ta them, sepse është diçka që po të bën të ecësh përpara. Vazhdojmë tek mjeshtri, shenjës së ajrit ose mbreti, si mund t'i thuash. Ky person tregon që ka strategji të mëdha, ka ide, flet me zgjuarsi, me sa shikoj këtu, dhe ka një mendje shumë të mprehtë. Me sa shikoj unë këtu këtë moment, ky po studion diçka për të larguar disa pengesa që keni ju midis jush. Dhe ky është një plan i këtij personi. Dhe ky mund të jetë një person i ri që vjen në jetën tënde. Okej, është një person që kërkon të ketë ide. Por dhe ti nga ana tjetër, po flas për ty tani, që e dëgjon, ti nga ana tjetër je një mendje mprehtë femër ose mashkull, ke një aftësi shumë të madhe për të çartë çdo pengesë dhe për të bërë plane të reja dhe ide të reja për jetën tënde, sepse këtu shikoj një komunikim shumë të gjartë. Ti kupton mashtrimet, ti kupton njerëzit dhe je shumë i qartë në komunikim me çdo person që mund të hyjë në jetën tënde tani tutje. Sepse ti ke njohuri të reja dhe universi po të thotë që ti po rritesh çdo ditë me ndërisht. Po bësh me mençur, po bësh me fort, po bësh me sakt, dhe askush nuk mund të luajë me ty më. Pra, ti këtë moment je duke menduar që si të bësh një person që sepse ty dikush të ka manipuluar, ty dikush të ka thënë që ti nuk e bërë saktë ose nuk e qenë saktë në lidhjen time asku, por ti ke thënë që askush s'mund të luajë me mua, sepse unë di të mbledh nga aja deri te zhja ose nga njëshi deri se zeru as ka fund. Pra, tani ti po i shikon të gjitha, s'ka më sekrete ndaj teje, nuk ka më asnjë gjë. Dhe këtë moment ti thuaj që unë
po hyni një periudhë ku mësoj diçka të re. Dhe këto po e bëni të gjithë ju grupi numër 2. Si më sa shikoj, ke filluar të trajtosh mirë veten, ke filluar të kërkosh një mendim, një punë. Disa persona po bëjnë, domethënë po i futen online apo diçka të tillë për të marrë ide për biznes, por kjo është një strategji për të gjithë ju për të pasur dhe për të sjellë fitime në jetën tuaj. Disa nga ju kanë filluar kanë ndezur fokusin dhe kanë qartësi se çfarë duan të bëjnë tani e tutje. Dhe letra e fundit është Asi i zjarit. Asi i zjarit që Asi i zjarit ka frikë dhe qiriu, bie bump. Asi i zjarit më tregon që disa nga ju do kenë pasion, do kenë mundësi të mëdha dhe fillime të reja. Ky është një kulm, po ta shikoni që është një lexim shumë i bukur, asi është një kapitull i ri në jetën tuaj dhe është shumë i fuqishëm. Këto 15 ditë, ju, grupi 2, keni pasione të reja dhe rritje energjie. Kjo më pëlqen shumë, sepse po bëni projekte dhe rritje energjie. Gjithsesi, shikoj që keni frymëzim këto ditë dhe kjo më pëlqen sepse kjo të jep dhe shkëndija të reja në një dashuri të re. Pra, ti këtë moment je duke rritur vetbesimin, duke rizgjidhur anën shpirtërore dhe duke motivuar veten tuaj, sepse kjo letër tregon shpërthime, kjo letër tregon energji të pastër dhe je duke ringjallur veten tënde. Gjithçka më përpara ka qenë e ftohtë. Domethënë që tani ka filluar të ndizet diçka që ka qenë e bllokuar, diçka që ka qenë për një kohë të gjatë e mbyllur. Pra, kjo letër të tregon që ti po hyn në një fazë shumë të bukur të jetës tënde dhe me sa shikoj që ti këtë moment po ndryshon jetën tënde dhe po jep jetës tënde ndryshime. Asi i zjarit të tregon që ti tani e tutje. Ti tani e tutje fillon po fantazon disa gjëra me veten tënde dhe kjo të bën që të çlirosh nga vetja. Grupi numër 2. Leximi për ty të tregon një çlirim, të tregon një forcë brenda vetes tënde dhe të qartëson këto 15 ditë çfarë do të bësh tani tutje në të ardhmen. Dhe po hyn në një fazë ku stabiliteti jot është duke ardhur. Zemra jote po shërohet dhe forca jote shpirtërore po ndizet dhe këtu je duke ndezur diçka të madhe në jetën tënde. Dhe ti thua që un jam gati për çdo gjë. Universi po të hap derën. Okej, dhe ti po thua vetes tënde që të bëj një hap mbrapa, të zgjedh këtë grup, po flas në përgjithësi për 1 dhe për 2 tani. Po zgjedh një grup dhe mua më zgjodhin, unë zgjodha numrin 2 këtë moment, po ky numri 2 çfarë më tregon? Më tregon që këtë moment ti je duke zgjedhur me anën intuitive tënden dhe e shikoj që këtë moment kur ti e ndjen këtë gjë, të bën të ndihesh e qetë. Po ju marr të dyja grupeve tani. Ju falenderoj që e keni dëgjuar dhe 1 dhe 2, por do të thoshe që secili nga ju që ka zgjedhur 1 apo 2, do të thotë që keni ndjerë një qetësi brenda jush ose një shpresë dhe kjo është një energji për ju këto ditë apo këtë ditën e sotme që ju e dëgjuat dhe kjo parashikim ishte për 15 ditë. Mos harroni që ju jeni shumë të forta, ju jeni më shumë nga ç'mendoni dhe me sa shikoj jeni të mbrojtura. Universi po punon për të gjetur të padukshmen për ty, sepse ajo është që të sjell ty kush duhet të jesh tani atutje. Me sa vura re, disa nga ju këto 15 ditë do t'ju shoqëroj drita dhe sidomos grupin 2 që ishte shumë pozitiv ditën e sotme me mesazhe, me udhëzime shpirtërore, me gjëra pozitive. Por gjithashtu mos harroni të lini një like, jo vetëm ta dëgjoni sepse jeni shumica nga ju vetëm e dëgjojnë, po bëni edhe një like, sepse aty edhe ju që s'më keni subscribe, më bëni subscribe, sepse aty fillon dhe lë ti energjinë tënde të aktivizohet. Drita ju shoqëroft
gjatë këtyre 15 ditëve. Shikoj që ju tani këtë moment jeni duke u përqafuar me këtë dritën e fortë dhe kjo video të bën ty që të mos rish të presësh të tjerët, po të fillosh të ngrihesh, sepse pesa e monedës aty tregon që je e ulur dhe dua t'u them që këtë moment duhet të shikosh çfarë duhet të bësh grupi 1, sepse në shumë lexime kur kemi bërë kështu, domethënë live-et e YouTube-it, në shumë lexime kam vënë re që kur bëjmë me grupi 1, grupi 2, vetëm atëherë ju dalloj energjinë. Ju jeni vetëm shpirtra të humbur brenda vetes tuaj. Nuk i jepni energji dhe dritë. Grupi numër 2 është ndryshe. Gjithmonë më ka dalë ndryshe. Gjithmonë më ka thënë diçka të re. Uroj që në videon e parë, domethënë pas kësaj videoja që do vi ditët në vazhdim, uroj që t'ju gjej sa më shumë pozitiv, uroj që të qëndrosh e bekuar dhe të mbrosh veten tënde me dritë. Uroj që kjo video të gjej sa më pozitive, të bësh një pyetje në Nataros, një koment pozitiv dhe një pyetje reflektuese për veten. Edhe një lutje për fundin e kësaj videoje, sepse kjo video ishte shumë domethënëse me sa pash për grupin 1, grupi 1 për 15 ditët e ardhshme që kush ka zgjedhur grupin 1, nëse që se ti këtë moment dhe intuita jote të çon drejt mesazhit të grupit 1 të ngrohtë, ti ke filluar të transformosh diçka në jetën tënde. Energjia jote këtë moment po bën një hap të madh përpara. Pra, letrat folën dhe ashtu filloi dhe energjia jote të punoj, sepse letrat kishin bekime, qartësi, fat dhe gëzim. Këto letra treguan një bekim këto 15 ditë dhe gjëra do të sqarohen grupi 1. Gjëra do të vinë në dritë dhe situatat që ishte edhe Tower nëse mbani mend, po jep diçka shumë të mirë ose një lajm shumë të mirë. Energjia do rritet sepse ke fat, por duhet të punosh me veten që kjo dashuri të afrohet, por të ishe sinqert, sepse dielli do hap rrugë, mjegullat do zhduket dhe sjellin gëzim dhe qartësi në jetën tënde. Koha jote po vjen. Pra, këtu shikojmë që ju këtë moment duhet jeni të sinqert, sepse ai person që do vi me 2 fytyra. Ai person që do vi do të ketë zili, ai person që do jetë i padukshëm në shumë aspekte. Nga ana tjetër, pamë që drita po hyn në jetën tënde, maskat po bien, fati kthehet në anën tënde. Dhe aty shikoj që diçka e bukur po fillon dhe kthehet. Dhe ti je duke fituar diçka të re. Grupi 2, leximi që ishte shumë i thellë për ju, ishte një lexim i zgjatur pak më shumë nga numri 1, sepse numri 1 juve ecët me intuit, juve ecët me shikim të fortë, dhe kjo intuit na tregoi që disa nga ju kanë mendime të thella dhe një vërtet do dalin sipërfaqe. Me sa pamë letrat, pamë që disa nga ju udhëzohen, ecin, transformojnë dhe po largojnë nga e vjetra, sepse është një udhëzim shpirtëror që është me vetë dije, domethënë e ke dashur ti. Është një qartësi në mendjen tënde dhe është momenti më i bukur sepse është një lajm shumë i mirë, një energji shumë e re që hyn në jetën tënde dhe në rrugën tënde. Lajm i shpejt, mesazh nga dikush, një person që po vjen në jetën tënde mund të jetë shenjë zjarrit. Pra, shumica prej jush është duke shëruar veten, duke realizuar dëshirat dhe peshat që keni ju grupi 2, se po më jep një dhimbje grupi 2 në shpatull. Peshat ju grupi 2 duhet t'i largoni dhe duhet të aktivizoni energji të reja. E vjetra po mbyllet, e vërteta del në dritë, ti transformohesh dhe hylli të drejton drejt në rrugën e dytë. Të uron në Netarua një 15 ditë të mbarë. Bye!